Aeroporti që njihnim po ndryshon. Ka 5 tarifa të reja të fshehura dhe 3 protokolle sigurie që po zbatohen pikërisht tani. Këto do të ndikojnë si në portofolin tuaj, ashtu edhe në privatësinë tuaj. Nëse nuk njihni rregullat e reja, mund t'ju mohohet e drejta për të hyrë në më shumë se 30 vende. Le të fillojmë. Rregulla numër 1 është më çmenduria nga të gjitha. Rregulla numër 10, fundi i pasaportës fizike SI prioritet. Duket si fantashkencë, por kjo është realiteti i sotëm. Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë përfunduar kalimin tek dokumentet digjitale të udhëtimit. Edhe pse ende mbani atë libërth me vulat në xhep, në 2026 sistemi do të kërkojë profilin tuaj në cloud. Shumë linja ajrore të njohura ndërkombëtarisht tani përdorin një sistem ku identifikimi juaj jeton në smartphonin tuaj. Por këtu qëndron rreziku që askush nuk ju paralajmëron. Nëse pajisja juaj fiket ose dështon teknikisht pak para zonës së kontrollit, sistemi i mbështetjes manuale është 10 herë më i ngadaltë. Mund të kaloni nga një radhë 5 minutëshe në një pritje 3 orëshe vetëm duke besuar verbërisht tek teknologjia. Ekspertët këshillojnë qartë, epoka digjitale ka ardhur, por letra mbetet shpëtimtarja juaj ligjore e vetme jashtë vendit. Rregulla numër 9, tarafa e aviacionit të gjelbër dëhre tarifat për modernizim. Kjo është rregulla që do të godasë më shumë buxhetin tuaj. Nëse keni vënë re që biletat e avionit janë më të shtrenjta, nuk është vetëm inflacioni. Këtë vit është konsoliduar kontributi i aviacionit të gjelbër. Vende si Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania kanë zbatuar taksa direkte për çdo gram karboni që gjeneron vendi juaj në avion. Çudia më e madhe është se këto emra shfaqen të kamufluar në faturë si tarifa e modernizimit të infrastrukturës. Nuk janë opsionale dhe nuk mund të paguen me milje. Ajo që më parë ishte një tarifë $10, sot mund të arrijë 70 ose $80 shtesë në fluturimet transatlantike. Nëse nuk kontrolloni faturën përpara se të klikoni blej, mund të përfundoni duke paguar 30% më shumë se ç'kishit planifikuar. Rregulla numër 8, skanerët digital për bagazhin e duarve. Harrojeni përpjekjen për të futur valixhen tuaj në kutinë metalike për të parë nëse futet. Aeroportet tani përdorin skaner tridimensional në korridoret e hipjes. Këto kamera matin saktësisht vëllimin e bagazhit ndërsa ecni. Nëse të i kaloni vetëm 1 centimetër, sistemi dërgon automatikisht një alarm tek porta e hipjes. Linjat ajrore me kosto të ulët në Amerikën Latine dhe Europë kanë filluar të aplikojnë një gjobë për bllokim kabine, shumë më të shtrenjtë se sa të regjistronit valixhen që nga fillimi. Rregulla e ardhë tani është të investoni në çanta shpine me struktura fleksibile, sepse valixhet e forta nuk tolerojnë më gabimet e algoritmeve. Rregulla numër 7, protokolli i njohjes së fytyrës i detyrueshëm. Tani nuk është më një opsion vetëm për ata që duan të shpejtojnë. Në qendrat kryesore të lidhjes në Azi dhe Amerikën e Veriut, skanimi biometrik është bërë standard i detyrueshëm. Kur afroheni tek porta e hipjes, nuk dorëzoni më një letër, thjesht shikoni një kamerë. Problemi i vërtet nuk është komoditeti, por ruajtja e të dhënave. Pasi fytyra juaj lidhet me historikun tuaj të fluturimit në 2026, informacioni ndahet mes bazave të dhënave qeveritare të disa vendeve sipas marrëveshjeve për sigurinë antiterroriste. Nëse keni pasur ndonjë problem ligjor të vogël ose një borxh imigracioni të harruar, sistemi do ta zbulojë brenda milisekondave. Privatësia po zhduket në favor të efikasitetit që nuk ju lejon të refuzoni. Rregulla numër 6, largohuni në nga 100 ml. Kjo duket si një lajm i mirë, por ka shkaktuar kaos muajt e fundit. Fal skanerëve të rinj të tomografisë kompjuterike, shumë aeroporte në Spanjë, Mbretëri të Bashkuar dhe SHRBA lejojnë lëngje në çdo madhësi. Megjithatë, kjo nuk vlen kudo. Gabimi i udhëtarëve është të supozojnë se nëse dolën nga një aeroport modern, do të mund të kthehen njësoj. Nëse bëni ndalesë në një aeroport që nuk ka këtë teknologji, zyrtarët konfiskojnë të gjitha lëngjet pa marrë parasysh sa keni paguar. Kjo po shkakton që mijëra pasagjerë të humbasin parfume dhe pije të shtrenjta çdo ditë. Rregulla numër 5, sistemi ES në Europë dëhre regjistri qendror. Për çdo që planifikon të vizitojë hapësirën Schengen këtë vit, vulat e bojës nuk ekzistojnë më. Sa herë kaloni një kufi europian, gjurmët tuaja të gishtave dhe fotografia regjistrohen në një bazë qendrore.
Nëse te i kaloni një ditë nga 90 të lejuara, sistemi ju shënon automatikisht me një alarm të kuq. Në udhëtimin tuaj të ardhshëm, zyrtari i imigracionit nuk do t'ju pyes asgjë, thjesht do t'ju refuzoj hyrjen bazuar në historikun digital që keni krijuar. Para se të vazhdoni, abonohuni në këtë kanal dhe shkruani në komentet moshën tuaj dhe nga ku na ndiqni. Rregulla numër 4, vlerësimi i mikroekspresioneve. Zyrtarët e imigracionit janë trajnuar për të zbuluar sjelljen. Ata nuk dëgjojnë vetëm fjalët, por vëzhgojnë reagimin tuaj ndaj pyetjeve rutinë. Rregulla e re e pazbatuar është konsistenca emocionale. Nëse tregoni hezitim më shumë se 2 sekonda ose shmangni kontaktin me sy, protokolli ju detyron në një kontroll të dytë. Nuk ka të bëjë me atë që thoni, por me atë që trupi juaj tregon. Aeroportet përdorin kamera që mund të zbulojnë ndryshime në temperaturën e fytyrës ose ritmin e syve. Rregulla numër 3, sigurimi shëndetësor i detyrueshëm. Sot nuk mjafton sugjerimi, disa vende kërkojnë një kod QR të sigurimit ndërkombëtar përpara se të largoheni nga zona e bagazheve. Pa mbulim minimal $50,000 përfshirë repatriimin, autoritetet mund t'ju detyrojnë të blini një policë emergjence në aeroport, 3 fish më e shtrenjtë se një policë e blerë më parë. Rregulla numër 2, rishikimi i pajisjeve elektronike. Doganat e vendeve kryesore kontrollojnë laptop, tablet dhe telefona. Pajisja duhet të ndizet para zyrtarit. Nëse bateria është e shtëruar dhe nuk mund të provoni se pajisja juaj ju përket, ajo mund të mbahet. Në disa profile rreziku, agjentët mund të kërkojnë çlotëkimin e telefonit për të kontrolluar rrjetet sociale dhe qëllimet e udhëtimit. Rregulla numër 1, intervista para hipjes në rast të rastit. Linjat ajrore mund t'ju ndalojnë sekonda para hipjes për pyetje mbi itinerarin. Qëllimi është të zbulohen pa përshtatshmëri të fundit. Nëse përgjigjja juaj nuk përputhet me atë që keni thënë një orë më parë tek migracioni, bagazhi zbret dhe ju shoqëroheni jashtë aeroportit. Lundrimi në aeroportet e 2026 është bërë shkencë e saktë. Teknologjia na bën jetën më të lehtë, por regjistron çdo hap. Mbani mend 3 gjëra. Së pari, mos u mbështetni vetëm tek bateria e telefonit, merrni kopje fizike të pasaportës dhe rezervimeve. Së dyti, arrini të paktën 4 orë para fluturimit ndërkombëtar, sepse sistemet biometrike mund të dështojnë dhe radhët manuale janë shumë të ngadalta. Së treti, mbani qetësi dhe transparencë, në epokën e algoritmeve të sjelljes, qetësia është viza juaj më e mirë. Udhëtimi mbetet një nga përvojat më të pasura, por të qeni të informuar është mënyra e vetme për të mbërritur pa probleme. Nëse ky informacion ju ka ndihmuar, abonohuni në kanal dhe shkruani në koment nëse keni kaluar tashmë ndonjë nga skaneret e rinj të fytyrës. Udhëtim të mbar.